si jeni, si po kaloni. Sot po gatuajmë bashkë me Kunatin, Kunati po gatuan, unë më shumë po përshkruaj edhe jam ndihmëse kuzhinjere. Do përgatitim fasule në furrë gigante, si quhen këtu në Greqi, edhe të shikojmë se si do t'i përgatiti Kunati tani. Jorgo, prepi na mas perigrafis që na mas les t'i kanis. Në fillim po pastron qepën, me që nuk di shqip Kunati tani, çfarë do bëjmë, do ta përshkruaj unë, se ky duhet ta përshkruaj në greqisht. Ndezi edhe sobën. Ti e kanes? Sto mi sotto i kalò, come da una I ka vënë një herë gigandes, fasulet e mbëdha që të ziejnë, edhe pastaja duhet që të përgatitim salsën edhe do t'i vëmë në furrë. Të ndihmoj edhe unë një çikë. Mos thoni që nuk po bëj gjë, vetëm që dua një pjatë. Ka se vetë. Po pastroj karotën. Humbi hudrat. Scordo. Eftani, mi vali spola? Io scordevo. Nuk po gjej unë tani kështu. Hodhi hudra brenda, qepën, karotë, talaje. E gjetëm hudrën. Jej! To karotë do të thesën të valis mesa sto tetjo? Sto mikser? Këtu brenda janë qepët edhe hudrat. Do laj edhe specin unë. Tani me një dorë do ta laj me dy. Se ky speci jep shije shumë të mirë. Shikoni sa të copa të holla që ja pret karotën, që ta hedhim brenda. Në të njëjtën mënyrë po presim edhe specin e kuq, sa më të hollë. Ja se si duket speci, sa i hollë që u prej gjithi. Edhe dëgjoni të tenxherën në presionit e cila mori valën, do t'i lëmë gjysmë ore atje, të ziejnë dhe pastaj do t'i hedhim në tepsi. Shikoni se çfarë ndodhi tani. Duke bërë video, na morën në telefon, Kunati duhet të ikte tek puna. Edhe që kështu duhet ta vazhdoj vetëm unë gatimin, nejse, po vlojnë ato gigandes. Edhe unë do bëj një kafe tani derisa të vlojnë ato që të përgatit salsën. Këtu s'ka kafe, jam të shtëpia motër si që keni kuptuar. Po Eva më tha që ka këtu lart kafe. Po ku është tani? Dale. Kjo është? Kjo duhet, jo. Kjo është. Jorgo! Kjo është, kjo. Po nuk e di pse ka specin djek s'ka lart. Nejse. Kunati po bëjt gati që tiki. Edhe do vazhdoj vetë gatimi. S'ka problem tani, jeni mësuar dhe me mua. Do shikojmë se çka thesh kjo. Është nga ajo që e marrin me kile duket, që e bluajnë atë moment. Ka thesh. Mos është dojnë gjë me splet zdjekse dhe përbëllohem. Dalim tani, ta hedhim këtu brenda. U det pa kafe, qa të bëjmë tani? Gjyra që ndodhin edhe këto. Që të mos e shkeli, pastaj do ashtush. Ja kafe, po? As magjerep. Ne, ja kafe va pas. Kafedaki. Ne, νομίζεις. Άμα δεν έχει μαγειρέψει ξύλο. Ναι, έτσι, νομίζεις. Τράβα στη δουλειά εκεί τώρα και μην μιλάς. Në punë do vej, nuk do vej për kafe. Vere mi të thoj. Shekeri, hodha kafe si hodha. Në me gjesë përgatita edhe disa... Nëzesh. E ka zënë aty. Dalin se do thuj tavolinë në tani, xhamin.
është po nuk edhe shumë e nxehtë, nejse. Ku ta vë? Do ta vëm lik të pjatën. Dimitri, hajde hash karotë, mama. Hajde merr karotën këtu. Bëra disa kështu pule. Kalamajt potoplo në greqisht. Na, mama, merr. Edhe t'i vëm tani në këtë tasën këtu, i cili nuk e zë. Da, gjitho një tjetër, u pa pune. Nuk e t'i t'i vë. Da, do t'i vë të kjo tepsi e vogël, edhe do t'i mbuloj me tepsin tjetër, se janë 2 tepsi, që vilet njëra mbi tjetrën. Edhe të rrinë të buta, që ta hëndëm i jetë. Dimitri, do një kalamajt këtop në mëna? Mama të vëzdoj. Unë prapë, nuk do t'osh ajo. Ja edhe këto, tepsit t'ju thash. Do haroj kapën, do më derdet, se në Angli, ja, u mbuluan tani për bukuria, do t'i lëm këtu në njani. Bëjt edhe kafja tani, se në Angli e bën makineria dhe nuk rita presë, po këtu kam halë se do ma ashtusën, do më derdet. Ose t'u jest. Po këthen valë kafja, është po thuaj se gati, gati është. Po, arome kafes. Do ta hedhim këtu tani. Do ta lëm të kthej edhe një valë. Ktheu. Më thonë ta, nuk e bëra fantastike me tërkëtaj. Një gollën kafe do pimë edhe vazhdojmë me punën. Fasulet gigantes tani besoj se u zien, i hoqja unë. Edhe do filloj të skuq qepën të përgatit salcën që ta hedhim në furrë. Ta vendosim në furrë. Luk dua. Në fillim për salcën do hedh pak vaj. Vajin tjetër tani këtu. Do t'u hedhim nga lartë. Dhe do hedhim qepën dhe hudrin që i kemi përzier të dyja bashkë. Tu i kemi grirë. Ja tek janë, do t'i lëm pak të skuqen. Dhe pastaj do vazhdojmë me karotën dhe specin. U skuq pak, tani do t'i hedhim karotën brenda edhe specin. Do t'i trazojmë edhe do t'i lëm të skuqen të gjitha së bashku. Pasi janë skuqur të gjitha këto, do t'i hedhim salcën me domate. 250 grami hodha brenda këtë pakon. Do ta trazojmë dhe do të lëmë që të ziejnë pak të gjitha së bashku. Tani që salca është gati, do t'i hedh pak kripë. Nuk ja di dhe kësaj kripe këtu se si ashtu, po nejse, mos i hedh më. Se unë e hashdojgji me shumë kripë, po këta këtu nuk e hanë. Ups, piper. Majndanos, të cilin e mbajmë në ngrirje, ndaja edhe shikoni që është kështu i bardhë. Do t'i trazojmë të gjitha bashkë tani dhe si shikoni salca është gati, që ta hedhim në tepsi. Salca gati, fasulet duhet të jenë gati. Janë zier. Puna është që duhet ta kullojmë ujin e shumtë, se kanë ujë. Janë zier këto tale, ku e kam lukën? Të marrë lukën e salsës, se ato do trazohen tani. Edhe shumë janë bërë. Do t'ua derdh ujin e shumt tani. Dhe do t'i kthejmë në tepsi. Ashtu. I hapa mirë. Nga lartë do t'i hedhim salcën që përgatitëm. Do t'i trazojmë të gjitha së bashku. Ashtu. Do t'a trazojmë tani salcën bashkë me fasulet. Edhe pastaj do t'i vëmë në furrë që të piqen
Duhet të kisha lënë base edhe një çik fare ujë. Do t'u hedh pak ujë nga lartë. Do t'u hedh edhe pak fare ujë që të vlojnë. Mirë që u kujtova. Është edhe vaj që lam nga që parë. Do t'u hedh edhe vaj nga lartë. Dhe kemi gati për furrë. Do duan pak fare kripë. Nuk u hedh shumë. Se kush e dëgjon edhe pastaj. Më thoi i bëre të kripur. Tuat ku tuam thoni. Gati janë. Shpresoj të mos kem haruar gjë tani. Kështu bukuro duken, plot ngjyra. Do ta vendos tepsi në furrë në 180 gradë që të bëhet avash avash. Pas kam hequr skarën e furrës. Hajde, këtu. Dhe i vendosim në furrë. Presin sa të bëhet. Koha, në qoftë se mund ta shikoni, po bie qamet, shi. Që kështu gigantes, fasulet janë tamam që duhen për këtë kohë. Nuk e di kur do hapi edhe është prill. Do vëmë edhe lavatricën tani të pjatave, të lajnë pjatat këtu, shpejt e shpejt. Këtu nuk lajnë zë këtu. Ja dalin ta vëmë këtu. Okej. Edhe këtu, ku jam, qa shtypim? Pse nuk shtypen këto sekundi? On off. Këtë. Eko. Këtë. Më duke se këto. Besoj se fasulet janë gati, do ta nxjerr tani. U quan edhe fëmijët të hanë me gjes. Djali ti me quar ki me nato. Djali Evës u përgatita trahana të hanë. Edhe tu tregoj edhe fasulet, shikoni sa të mira që kanë dalë. Po. Se mos e kthejmë gjithë tepsin. Shikoni tani se ç'bëhet këtu o njerëz. Fantastike. Shikoni sa të mira që kanë dalë. O zot. Faleminderit që ishit akoma në një video këtu në YouTube. E nisa bashkë me kunatin, e sosa vetëm, po s'ka probleme, gatimi doli dhe doli perfekt. E nisa me kunatin, e sosa me nipin edhe me djalin. Të kaloni një ditë sa më të bukur dhe shihemi në videot e radhës. Ciao!